Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë ka nënshkruar ditën e sotme një memorandum bashkëpunimi me komunën e Mitrovicës dhe atë të Mitrovicës së Veriut në kuadër të përpjekjeve për zhvillimin e projekteve të përbashkëta infrastrukturore, të cilat synojnë përmirësimin e jetës së qytetarëve në të dy komunat. Projekti i parë që do të realizohet në kuadër të këtij memorandumi është ndërtimi i dy urave të reja mbi lumin Ibër, të cilat pritet të lehtësojnë qarkullimin dhe të shërbejnë si urë komunikimi mes komuniteteve në të dy anët e qytetit. Ministri në detyrë Libur Naliu ka njoftuar se memorandumi i bashkëpunimit u nënshkrua ditën e sotme bashkë me kryetarin e Mitrovicës së Veriut Erden Atiq dhe nënkryetarin e Mitrovicës Arjan Tahiri në prani edhe të kryesuesit të bordit të Mitrovicës Elbert Krasniqi në nënshkrua memorandum për mbështetje në projekte infrastrukturore mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe të dy komunave për një qytet më të lidhur, më funksional dhe më të jetueshëm për të gjithë banorët. Memorandumin e filluam me nënshkrimin e projektit të përbashkët të ndërtimit të dy urave të reja mbi lumin Ibër, projekte këto që do të lehtësojnë qarkullimin e qytetarëve të dy komunave dhe do të shërbejnë si infrastrukturë në komunikimin dhe bashkëpunimin ndërmjet qytetarëve, duke forcuar integrimin social dhe zhvillimin ekonomik në të dy anët. Më pas, postimin e Libur Naliut në Facebook e ripostoi edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili shprehet se dy ura më shumë që lidhin dy anët e lumit Ibër do të ndërtohen tani, ura që bashkojnë më shumë qytetin, sipas tij, e që lehtësojnë edhe më shumë lëvizjen e qytetarëve dhe qarkullimin e madrave, në atë që shihet si një lëvizje e Kurtit për t'i bërë karshillëk Serbisë në Mitrovicë.